Very intensive game, very tense game. We saw everything tonight. You had advantage of 14 points. You lost it. You were behind 5 points, and then you managed to win the game. What was the key factor, and why this oscillation in the game? As you say, we can only be happy in this game with a win. We are playing with a lot of waves. We built something in the first quarter after rotation. We are dropping down, giving easy, and we cannot be happy with this performance overall. Third quarter, we missed 10 free throws, lack of concentration, and being with the proper killer instinct, and give them opportunity to be what they can. And they show already this season with their talent that they are a very dangerous team. At the end, our experience decide. We make good decisions in the last part of the game, and we won the game. This is at the end very important, but really with such an integration, consistent of the new players, it's not easy to establish the way of playing and to understand each other. Thank you very much. Thank you. Pra, shumë shpejt po e përkthej ato që tha trajneri Igor Jović, e pyeta një ndeshje shumë e tensionume, edhe një ndeshje me intensitet jashtëzakonisht të lartë, ishin 14 pikë përpara, e humbën, kanë në disavantazh prej 5 pikëve dhe çka vendosi lojën. Tha po definitivisht një lojë e mirë, mund të jem i kënaqur vetëm me fitore, por asesi me performancën e skuadrës time, sepse kemi shumë oscilime në lojë, shumë ngritje dhe rrëmje, sidomos në çerekun e tretë kur lejuam shumë pikë të lehta dhe i humbëm dhe gjuajtje të lira. Kjo nuk guxon të ndodh. Tha definitivisht me këto shumë ndryshime të lojtarëve të cilat janë bë dhe koha i cila i duhet për të komponuar si skuadër, tha do ta merr vetën. Tha skuadra e Vllazimit është skuadër e komponuar mirë, është skuadër shumë e rrezikshme dhe këtë e ka dëshmuar edhe sonte, si dhe me fitoren ditë më parë. Andaj pra ajo që tha na mbetet që të punojmë, ishin fjalët e Igor Jovićit.